Të një mësu na gënymë na rajt tash e 20 vjetë. Për autostradën e sidomos me shpeshtësi të më të definuar 4 vitet e fundit për autostradën e për stadiumit. Të mos burra rajt shumë. Me meni, na bjen shumë meni rana gjatë ditës, kryesisht për i politikës. Cila është periuda ndoshta e vitit që dëgjon më shumë të rana? Kishtë dosh me qenë fushatat elektorale, Ka qenë? po në këtë rast, 4 vjetë e fundit, dhe më thonë, nuk kam pos në i dalim të i fushatës. Alindje dhe kritik? Shumë kritik saj për këtë politikës, po Alketa, si pas teje, jemi shoqëri që përdorim gënjeshën për të ikur nga situata, apo e kemi shprehi? Tere, para se të përgjigjem këtë pytje, vetëm kisha dasht me justifiku pak Altrinën pse ka rënë prej peshkut prillit, prej gënjeshtrave sot, se kjo vjen prej Gilanit. Jem të e prit fjallin, po duke jem të e ditë shka të ndosh me thanë. Kjo vjen prej Gilanit, prej Gilanit, si one, edhe na të një mësu na gënymë, na rajt tash e 20 vjetë. Për autostradën e sidomos me shpeshtësi të më të definuar 4 vitet e fundit për autostradën e për stadiumit. Tash se di sa është Altrina. Tash të drejtu me kamerës se të vetojnë akret jo, që keni pas përgjithësi për autostradën e Gilanit, edhe nuk e keni bot deri sot, nga sot e tutje nuk ka ma me u falë, e të s'ka. Po besoj që njëse më njësë kur qoni jo autostradë. Sot është vetë një ditë që mund më përfundu autostradë. Sot ka Një konferencë me njëse me thonë autostrada ka përfundu, ka shka një i bini autostradë. Vesh një stëshënë. Ta është do të keni edhe fluturime direkte, Prishtinë Gjilan. Na duhen, se e kemi rrugën e keqe, nëse kemi autostradën, pse jo një aeroport, me kërku shumë për e marrë pak. E tash me u kthy të pyetja, u mendoj që na si shoqëni jemi të prirun ka pak me, nësë nuk shatë me rajt, po me izmadhu gjanat, me hiperbolizu. Shpesh herë mu mdodh që gjindëm në situata që njerëzit rajnë pa pas në një motiv. Tashto, me bo dallimin prej rënave të bardha, që rëja që i ka një herë janë të nevojshme për mos më lëndu dikoj, për mos më uvu dikoj situatë palak mushme, mund pengojnë ato rëna që janë do më thonë katë, që nuk ka nevoj, nuk është totale nevojshme, po veç e thuni diçka për me shtemruni të vërtet, pa pas në i më tep caktum. E mendoj që jemi të prirun shumë. A e kemi të shpesh këta? A e gjemi shpesh në shoqërinë tonë? Po e gjemi. Po e gjemi, të mos burra rajnë shumë. Hajde a gjemi të situata. Me jenë të që rajnë pa posë në ujhec. A më të ullës me bini kofë dhe anis me 3-5 kur që pa në dojë, që kërë që e rajnë që bezojnë. Pa nevoj shmërë, përse të e kam suë. Unë e kam pak problem se nuk kam qefër një avlon, po ko njerë që i veç i ngujnë edhe më fund quet e lenë që të në kom përdojë, e se e din që dhe po rranë. Po unë e për veti, valoj zakonisht reagoj edhe konfrontu në ka qa shumë me njerës, veç për qëtë arsye që e di që po më pranë sy me sy, raj për toke, ti mlujna ma ka laj. Lindje pas kapit me padurin një prirë. Rajta për toke. Qysh është në raj për toke? Po për toke, diska pëtë që e hoj njerës pak ma ka laj, ma bot, që ato gënjeshat e borë.